Ure po qapo be, do të keqe ndajua. Mi mbroma vlezër dhe motra shqiptare ku do ku jeni. Nga vash, ja dhe pema është vendosur te familja e Dajos, e bukur, e mirë, e qetë. Si vjetë kemi njerës për festa, do na mbushet shtëpia plot, gëzuar Krishtlindjen, gëzuar vitin e ri. Do zotin a gjen 2026 vetëm mbar. O o zot, kujdes. Kemi marr abere, kemi mbar ambere. Ciao Gianluca, ciao Salvatore. Kujdes, dëgjo mirë me vëmendje. Na kanë ardhur informacione disa çuna shqiptar të Shqipërisë që banojnë dhe jetojnë në Itali, që merren me punë, kanë dalë disa blamalam, që ndryshohet patenta nga shqiptare në italiane. Le të jesh me letra 2 vjeçare, le të jesh me letra 3 vjeçare, le të jesh me letra 4 vjeçare, janë disa çuna që merren pikërisht me këto punë, që i ndryshojnë patentën nga shqiptare në italiane. Çuna, ju që merreni me këtë punë, ju lutem shumë, në rregull, leftati doni, lloveti doni, por mundoni që ti sjarroni mirë pikërisht për patenta që ju ktheni nga shqiptare në italiane. I sjarroni mirë shqiptarët, se na kanë ardhur abere, çfarë bëhet me rezidencën? E ndryshon rezidencën apo e ke me të futur? Alla lekët, punën e ben, patentat janë të sakta, dalin nga institucionet italiane, e merr patentën dorë, po tartaruka. Në momenti kur ty të mbaron dokumenti italian, ofental, si që i themi ne në Gjermani, mos val ke probleme, sa i ta ka bërë rezidencën në Bari, në Lecce, dhe ndërkohë ti ri në Milano, prandaj kujdes. Ju që merreni me këtë punë, i sjarroni mirë gjërat. E kuptoj, leftaja në rregull, allalti kesh, bëhe punën. Unë ju përshëndes dhe kaloshi sa më mirë. Nipçe, kujdes nga mashtrusat e Italisë tani.